Ministri e Shtetit dhe krye negociatorja Majlinda Dhuka ka folur lidhur me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë një mbledhje të zhvilluar këtë të hënë në kryeministri, krye negociatorja Dhuka u shpreh se Shqipëria po bën hapa progresiv, pasi sipas saj aktualisht ka marrë kushtet për mbylljen e 31 kapitujve. Mëtej, Dhuka bën me dije se për 2 kapituj, konkretisht rendin dhe drejtësinë, kushtet për mbylljen e negociatave do t'i jepen Shqipërisë pas mbylljes së piketave të ndërmjetme që janë në proces. Shqipëria ecën me hapa të sigurt, konsistent, pas një ndërprerje në rrugën drejt familjes europiane, si në pikpamje të përgatitjes teknike, ashtu edhe në pikpamje të vullnetit politik, të reformave dhe angazhimit të qeverisë dhe të gjitha institucioneve. Shqipëria ka marrë deri tani mbështetjen e Bashkimit Evropian, si sa i përket Komisionit, ashtu edhe vendeve anëtare. Megjithatë, shumë punë është përpara për t'u bërë deri në vitin 27, po edhe mbas vitit 27 deri në fund të dekadës, kur aspirojmë që të kemi mbushur kriteret për qenë antar i familjes europiane. Gjatë vitit kaluar, Shqipëria i çeli negociatat për të gjithë grupimet e kapitujve me një ritëm sistematik, një grupim çdo 2-3 muaj. Ritmi është shumë i rëndësishëm të ruhet për efekt të arritjes së qëllimit që kemi në 27 dhe brenda dekadës, dhe njëkohësisht bëri një punë konsistente sa i përket ashtë të quajturave kushte të ndërmjetme në mënyrë paralele me çeljen e negociatave. Me të marrë vlerësimin pozitiv edhe nga vendet anëtare, në respekt të plot të procesit që ata ndjekin, Shqipëria duhet të kalojë në fazën tjetër atë të mbylljes së kapitujve një nga një 33 kapituj. Për këtë arsye, ne kemi filluar punën sa i përket kushteve për mbylljen e kapitujve. Me çeljen e negociatave për antarësim, Bashkimi Evropian i ka dhënë Shqipërisë kushtet për mbylljen e negociatave për 31 nga 33 kapitujt. Në lidhje me 2 kapituj që janë rendi dhe drejtësia, këto kushte për mbylljen e negociatave do t'i jepen Shqipërisë mbas miratimit të raportit të piketave të ndërmjetme që, siç shpjegova, është në proces. Krye negociatorja Majlinda Dhuka vjoi mëtej duke thënë se ambicia e Shqipërisë është që në vitin 2026 të jetë gati teknikisht me kushtet për plotësimin e 12 deri në 16 kapitujve dhe brenda vitit 2027 të plotësohen kapitujt e mbetur.